Në një kuti të vjetër kartonash, të fshehur në bodrumin e shtëpisë së tij në Tiranë, u gjet një fotografi e çuditshme, pas vdekjes së Aleksandër Gjokës. Në të shihet një grua e re me flokë të gjatë të zinj, duke qeshur pra një makine të vjetër Benz, dhe në shënimin prapa, me shkrim dore të dridhur, lecohet vetëm një fjali. Ajo e di gjithçka, por nuk do të flas kurrë. Kjo fotografi nuk u publikua kurrë. Familja e kërkoi menjëherë nga policia dhe e fshehu përsëri. Pse? Çfarë bënte këtë grua kaq të rrezikshme për legjendën e Sandrit? Kush ishte ajo që dinte sekretet që as menaxherët, as miqtë e ngushtë, as gazetarët nuk i dinin? Dhe pse Aleksandri, njeriu që këndonte për liri dhe rebelim, zgjodhi të jetojë 40 vjet në heshtje absolute për të mbrojtur identitetin e saj? Në këtë episod, ne do të zbulojmë historinë që Shqipëria nuk e ka dëgjuar kurrë. Historinë e gruas që shpëtoi Aleksandër Gjokën nga vetvetja, por që ai vendosi ta fshehë nga bota, jo nga frika, por nga një betim i shenjtë që e mbajti deri në frymën e fundit. Kur Aleksandër Gjoka hipi për herë të parë në skenë e Pallatit të Kulturës në Tiranë në vitin 1983, askush nuk e dinte se ai kishte pirë gjysmë shisheje konjak vetëm për të gjetur guximin të këndonte. Duart i dridheshin kaq shumë sa kitaristi duhej ta mbante nga shpatulla derisa të fillonte muzika. Por kur zëri i tij i ashpër, i thellë, gati i egër, shpërfeu në sallë, 10.000 njerëz u ngritën në këmbë si të goditur nga rufeja. Ai nuk këndonte si të tjerët, ai u lërinte. Ai nxirrte nga gjoksi një dhimbje që dukej se vinte nga thellësitë e ferrit. Kritikët e quajtën zërin e një brezi të humbur. Vajzat bërtitën emrin e tij derisa ju pre zëri. Burrat e moshuara qanë, sepse në atë zë dëgjonin vuajtjet e veta. Por askush nuk e dinte se pas shkenës, në dhomën e vogël të gardrobës, Aleksandriu rrëzua në dysheme dhe filloi të vjellë. Trupi i tij nuk duronte më alkolin, por as shpirti i tij nuk duronte dot jetën patë. Ai ishte vetëm 25 vjeç, por tashmë kishte sy të një njeriu 50 vjeçar. Menaxheri i tij, Petrit Kolla, një burr i shtuar me mustake të trasha dhe kostum të zi që gjithmonë kishte erë duhani të fortë, hyri brenda dhe e kapi nga jakja. "Çohu budalla, ke edhe një koncert nesër në Durrës. Nëse vdes këtu, ën humba 3 milion lekë." Aleksandri e shikoi me një vështrim bosh, si të ishte tashmë i vdekur nga brenda, dhe pëshpriti diçka që Petrit nuk e kuptoi dot. Vetëm shumë vite më vonë, kur gjithçka mbaroi, Petrit do të rrëfente para kamerave. Ai tha një emër gruaje, por unë nuk e dija kush ishte ajo. Mendova se ishte një hallucim nga pija. Aleksandër Gjoka nuk lindi për të qenë yll. Ai lindi në një fshat të vogël pranë Shkodrës, në një shtëpi me 2 dhoma ku jetonin 8 veta. Babai i tij, Gjon Gjoka, ishte robaqepës dhe pinte raki çdo mbrëmje derisa të binte të flinte në karrige. Nëna Marta punonte në fushë dhe kthehej në shtëpi me duar plot plaga dhe sy plot lot. Aleksandri ishte djali i tretë, ai që askush nuk e priste dhe që askush nuk e donte vërtet. Vëlezrit e tij ishin më të fortë, më të shëndosh, më të zgjuar. Ai ishte i dobët, i holl, me sy të mbenjtë të zezë që dukeshin gjithmonë të friksuar. Fëmijët e fshatit e cuanin Sandro i çmendur, sepse ai fliste me veten dhe këndonte kur ecte vetëm nëpër fusha. Por Aleksandri nuk ishte i çmendur. Ai thjesht dëgjonte zëra tip të tjerët nuk i dëgjonin. Ai dëgjonte muzikën e erës, të shiut, të zërave të grave që qanin në vareza, dhe ai i kthente këto tinguj në këngë. Në moshën 15 vjeç, ai iku nga shtëpia. Nuk la asnjë letër, nuk tha lam të mirë. Thjesht mori një çantë të vjetër ushtarake dhe u nis në këmbë drejt Tiranës. Kur nëna e tij e pyeti fëmijët nëse e kishin parë, ata thanë: "E pam duke ecur në autostradë, këndonte dhe çante në të njëjtën kohë." Në Tiranë, Aleksandri jetoi si një endaçak. Flinte në parqe, në shkallë pallatesh, në stacione autobusësh. Hante bukë të vjetër që e gjente në kazan të mbeturinave, po çdo mbrëmje ai shkonte te Pallati i Kulturës dhe dëgjonte provat e orkestrave. Ai rrinte jashtë me fytyrë të shtypur në dritare dhe thithte çdo notë sikur të ishte ajër. Një natë një muzikant e pa dhe i tha: "Eja brenda djali im, po vdes nga të ftohtit." Kjo ishte nata që ndryshoi gjithçka. Muzikanti e pyeti nëse dinte të këndonte. Aleksandri nuk tha asgjë, thjesht hapi gojen dhe nxori një zë që bëri që të gjithë në sallë të ndalonin se lëvizuri. Ishte një zë që dukej se vinte nga një botë tjetër, një zë që të bënte të dridheshe. Por suksesi erdhi me një çmim. Petrit Kolla, menaxheri që zbuloi Aleksandrin, nuk ishte një bamirës. Ai ishte një njeri që shihte talentin si mall për të shitur. Ai e detyroi Aleksandrin të nënshkruante një kontratë që e bënte praktikisht sklav. Kontrata thoshte: "Të gjitha të ardhurat nga koncertet, regjistrime dhe shfaqje do të menaxhohen nga Petrit Kolla."
Artisti do të marrë vetëm një paç fikse mujore prej 5.000 lekësh. 5.000 lekë, kur Aleksandri po bënte plot sallat dhe po fitonte miliona. Por ai nënshkroi, sepse ai nuk dinte asgjë përpara, ai dinte vetëm të këndonte. Dhe Petrit e dinte këtë shumë mirë. Vitet e para ishin vite triumfi. Aleksandër Gjoka u bë emri që të gjithë e dinin. Këngët e tij kallonin në radio 10 herë në ditë. Vajzat e ndiqnin në rrugë, burrat e respektonin. Por askush nuk e dinte se çdo natë, pas koncerteve, Aleksandri mbyllej në dhomën e hotelit dhe pinte derisa të fikej. Ai nuk festonte, ai nuk dilte me miq. Ai thjesht pinte dhe shikonte tavanin, duke pritur që zërat në kokën e tij të heshtnin. Zëra që i thonin se ai nuk ishte i mjaftueshëm, se ai ishte një mashtrues, se një ditë të gjithë do ta kuptonin se ai nuk ishte asgjë. Dhe pastaj, në një natë të ftohtë të janarit të vitit 1988, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Pas një koncerti në Vlorë, Aleksandri u zhduk. Thjesht u zhduk. Menaxheri e kërkoi kudo, policia u aktivizua, gazetarët shkruan tituj sensacional. Aleksandër Gjoka i rrëmbyer, a është vetë vrar yli ynë? Por të nesërmen ai u shfaq përsëri, i qetë, i pastër, me sy që për herë të parë në vite dukeshin të gjallë. Kur Petrit e pyeti se ku kishte qenë, Aleksandri buzëqeshi dhe tha vetëm: "Isha me dikë që më kujdeset për mua." Kush ishte ajo? Pse Aleksandri nuk e tha kurrë emrin e saj? Dhe çfarë ndodhi atë natë që ndryshoi kaq shumë? Këto pyetje do të mbeten pa përgjigje për dekada. Por ne e dim se ajo natë ishte fillimi i një sekreti që do të zgjidhej vetëm pas vdekjes së tij. Në vitet që pasuan, Aleksandër Gjoka u bë edhe më i famshëm, por edhe më i mbyllur. Ai nuk jepte intervista, nuk shfaqej në televizion, nuk shkonte në festa. Ai thjesht këndonte dhe zhduket. Gazetarët e cuanin fantazmën e skenës. Fansit e aduruan edhe më shumë për këtë mister. Por brenda rrethit të ngushtë të njerëzve që punonin me të, filluan të qarkullonin thashetheme të çuditshme. Dikush tha se e kishte parë Aleksandrin duke dalë nga një shtëpi e vogël në periferi të Tiranës, një shtëpi që askush nuk e dinte se i përkiste. Dikush tjetër tha se e kishte parë duke bler lule çdo javë ndaj njëjti dyqan, por kur nuk i çonte në varrezat e nënës së tij që kishte vdekur 2 vite më parë. Ku i çonte ato lule? Një grua e vjetër që punonte si pastruese në Pallatin e Kulturës, rrëfeu diçka edhe më të çuditshme. Ajo tha se një natë, kur po pastronte gardrobat pas një koncerti, dëgjoi Aleksandrin duke folur në telefon. Ai fliste me një zë të butë, të ëmbël, një zë që ajo nuk e kishte dëgjuar kurrë prej tij. Ai thoshte: "Po, do të vi sonte." "Jo, nuk do të pi, të premtoj. Ti je vetmi arsye që unë ende eci në këtë tokë." Kur gruaja bëri zhurmë pa dashe, Aleksandri e pa dhe fytura i u bë e bardhë si gjëlqere. Ai e kapi nga krahu, jo me dhunë, por me një dëshpërim të tmeshëm, dhe i tha: "Nëse thua ndonjëherë këtë që dëgjove, unë do të shkatërohem, dhe ajo do të shkatërohet. Të lutem, haro çfarë dëgjove." Gruaja u betua se nuk do të fliste, dhe ajo e mbajti premtimin për 30 vjet, derisa Aleksandri vdiq. Por kush ishte kjo grua mistike? Pse Aleksandri e fshish aq me fanatizëm? Dhe çfarë do të ndodhte nëse bota e zbulonte identitetin e saj? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në atë natë të janarit të vitit 1988, nata kur Aleksandri u zhduk për herë të parë. Sipas një burimi që pranoi të fliste vetëm në nkusht anonimiteti, Aleksandri atë natë nuk ishte rrëmbyer dhe nuk ishte vetvrare. Ai thjesht kishte arritur në fund. Pas koncertit në Vlorë, ai kishte pirë kaq shumë sa trupi i tij kishte filluar të mos i përgjigjej më. Ai kishte rënë në një rrugis të ngushtë pranë portit, në errësirë, i vetëm, duke pritur të vdiste. Por dikush e gjeti. Një grua e re që po kthehej nga puna e natës në një fabrik konservash e pa të shtrirë në tokë dhe mendoi se ishte i vdekur. Ajo u përpoqta zgjonte. Kur Aleksandri hapi sytë dhe e pa, ai mendoi se ajo ishte një engjëll. Gruaja nuk e njihte. Ajo nuk dëgjonte muzikë rock. Ajo nuk shikonte televizor. Ajo thjesht punonte, kujdesej për nënën e saj të sëmurë dhe jetonte një jetë të thjeshtë, të heshtur, larg zhurmës së botës. Ajo e çoi Aleksandrin në shtëpinë e saj, një dhomë të vogël me një shtrat, një tavolinë dhe një sopë druri. Ajo e la të flinte, e mbulloi me një batanie të vjetër dhe i bëri çaj. Kur Aleksandri u zgjua në mëngjes, ai nuk e besoi se ishte ende gjallë. Ai e pyeti gruan pse e kishte ndihmuar. Ajo ju përgjigj thjesht, sepse askush nuk meriton të vdesi vetëm në rrugë. Kjo fjalë e thjesht, e thëm pa dram, pa pretendime, pa interes, e preku Aleksandrin më thellë se çdo gjë tjetër në jetën e tij. Për herë të parë, ai ndjeu se dikush e shihte jo si një yll, jo si një mall, por si një njeri. Ai kërkoi emrin.
Ajo nguroi, por pastaj tha: "Më thërasin Lule." Një emër i thjesht, i bukur, i pastër. Aleksandri qeshi për herë të parë në muaj. Lule, përsëriti ai, emri më i bukur që kam dëgjuar ndonjëherë. Dhe në atë moment, diçka ndryshoi në të. Ai nuk donte të largojë. Ai nuk donte të kthehej në botën e tij të çmendur, të zhurmshme, të rreme. Ai donte të qëndronte në atë dhomë të vogël me atë grua të thjeshtë dhe të harronte gjithçka tjetër. Por bota nuk e harroi atë. Menaxheri e gjeti brenda 2 ditësh. Petrit Kolla erdhi me makinë me 2 truprojës dhe kërkoi të fliste me Aleksandrin. Kur e pa ku jetonte Lule, ai qeshi me përçmim. "Kjo është ajo që të bëri të zhdukem, një punëtore fabrike? Sandro, ti je yli më i madh i Shqipërisë. Çfarë po bën këtu?" Aleksandri nuk tha asgjë. Ai thjesht e shikoi Lulen që qëndronte në kënd, e friksuar, e vogël, e pambrojtur. Dhe ai mori një vendim që do ta ndiqte për gjithë jetën. Ai ju kthye Petritit dhe tha: "Unë do të vi me ty, do të vazhdoj të këndoj, por me një kusht. Askush, absolutisht askush, nuk do të di për këtë grua. Askush nuk do ta prek, askush nuk do ta fotografoj. Nëse dikush e prek, unë ndalloj së kënduari dhe ju humbisni gjithçka." Petrit e kuptoi se Aleksandri nuk po bënte shaka. Ai pa në sytë e tij një vendosmëri që nuk e kishte parë kur më parë, dhe ai pranoi, por jo ndamirësia e zemrës. Ai pranoi sepse e dinte se pa Aleksandrin ai nuk ishte asgjë. Dhe kështu u lidh një pakt i fshehtë. Aleksandr Gjoka do të vazhdonte të ishte ili publik, por Lule do të mbetej hije. Ajo do të ishte gruaja që askush nuk e dinte, gruaja që e shpëtoi, por që duhej të fshihej si një mëkat. Por pse Aleksandri zgjodhi këtë rrugë? Pse nuk e martoi Lulen publikisht? Pse nuk e bëri pjesë të jetës së tij të dukshme? Përgjigjja është më e dimshme nga sa mund të imagjinoni, sepse Aleksandri e dinte se bota e tij ishte një botë e egër, e pamëshirshme, plot me njerëz që do ta shkatëronin Lulen vetëm për të arritur te ai. Ai e dinte se gazetarët do ta ndiqnin, do ta fotografonin, do ta zhdoronin në një objekt taljeje ose lakmie. Ai e dinte se vetë fama e tij do ta gërrjen atë dashurit të pastër, të thjeshtë, që ai kishte gjetur për herë të parë në jetën e tij. Kështu që ai zgjodhi heshtjen. Ai zgjodhi të jetojë 2 jetë. Një jetë në skenë, ku ai ishte Aleksandr Gjoka, ili jegër, rebeli, zëri një brezi, dhe një jetë në hije, ku ai ishte thjesht Sandro, burri i Lules. Njeriu që ajo e kishte shpëtuar, dhe që ai do ta mbante të mbrojtur deri në frymën e fundit. Por sa kushton një sekret i tillë? Dhe çfarë ndodh kur një njeri jeton në 2 botë që nuk mund të takohen kurrë? Kjo është pyetja që do të na ndjek në kapitujt e ardhshëm. Sepse sekreti i Aleksandrit nuk ishte vetëm një histori dashurie, ishte një histori mbijetese, dhe çmimi i kësaj mbijetese do të ishte më i lartë nga sa ai mund të imagjinonte. Vitet kaluan, dhe Aleksandr Gjoka u bë një legjendë gjallë. Këngët e tij u bën himne, koncertet e tij mbushën stadiume, emri i tij u dhënë në historinë e muzikës shqiptare. Por askush nuk e dinte se çdo natë, pas çdo koncerti, pas çdo duartrokitje, pas çdo brohoritje, ai kthehej në atë shtëpi të vogël në periferi, ku Lule e priste me darkë të ngrohtë dhe një buzëqeshje të qetë. Ajo nuk e pyeste kur për famën. Ajo nuk e pyeste për parat. Ajo thjesht e pyeste: "A je mirë?" Dhe kjo pyetje e thjesht ishte gjëja e vetme që mbante Aleksandrin të lidhur me realitetin. Por sekreti filloi të peshonte. Jo mbi Aleksandrin, por mbi Lulen. Ajo jetonte si një fantazm. Ajo nuk mund të dilte me të në publik. Ajo nuk mund t'i thoshte askujt se ishte gruaja e tij. Ajo nuk mund të shkonte në koncertet e tij. Ajo thjesht priste. Priste në atë shtëpi të vogël, duke dëgjuar zërin e tij në radio, duke e ditur se mira gra e dëshironin, por duke e ditur gjithashtu se ai do të kthehej te ajo. Por sa kohë mund të duronte kjo? Sa kohë mund të jetonte një grua në hije, pa identitet, pa ekzistencë publike, vetëm si një sekret i mbrojtur me fanatizëm? Një natë Lule e pyeti. Ata ishin ullur në tavolinë, duke ngrënë një darkë të thjeshtë, dhe ajo tha me një zë të butë por të lodhur: "Sandro, deri kur do të vazhdojmë kështu?" Aleksandri ngriti kokën dhe e shikoi. Ai pa në sytë e saj një dhimbje të heshtur që e theu. Ai e kapi dorën dhe tha: "Derisa të jem gjallë, sepse nëse bota të zbulon, ata do të marrin prej meje, dhe unë nuk mund ta lejoj këtë. Ti je vetmja gjë e vërtet që kam. Gjithçka tjetër është teatër." Por Lule nuk ishte e kënaqur me këtë përgjigje. Ajo donte më shumë, jo famë, jo para. Thjesht donte të ishte e dukshme, të ekzistonte, të mos ishte një hije. Dhe kjo dëshirë e thjesht e natyshme filloi të krijonte një çarje të vogël, të padukshme, por të pashmangshme në marrëdhënien e tyre. Ndërkohë bota e jashtme po bëhej gjithnjë më agresive. Gazetarët filluan të bënin pyetje. Pse Aleksandr Gjoka nuk martohet kurrë? Pse ai nuk shihet kurrë me gra? A është ai homoseksual? Këto thashë theme filluan të përhapeshin,
dhe Petrit Kolla, menaxheri i tij, filloi të shqetësohej, jo për Aleksandrin, por për imazhin e tij. Sepse një ill që nuk ishte jetë dashurie publike, ishte një ill që humbiste tërheqje. Petrit e dinte këtë. Dhe ai filloi të shtypte Aleksandrin. Duhet të shfaqesh me dikë, duhet të bësh një marrëdhënie publike, qoftë edhe e rreme, por duhet të ndodh. Aleksandri refuzoi, por Petrit nuk e pranoi refuzimin. Ai filloi të kërcënonte. Nëse nuk e bën, unë do të filloj të hetoj, do të gjej se kush shkon çdo natë, do të zbuloj se kush është ajo grua, dhe do ta bëj publike. Kjo ishte një kërcënim i drejt për drejt, dhe Aleksandri e kuptoi se ai ishte në një kurth. Nëse nuk binte, Lule do të ekspozohej, nëse binte, ai do të tradhtonte atë që kishin ndërtuar së bashku. Ai zgjodhi një rrugë të mesme. Ai pranoi të shfaqej në publik me një aktore të njohur, Elira Dosti, një grua e bukur, karizmatike, që ishte e gatshme të luante rolin e të dashurës për publicitet. Ishte një marrëveshje e qartë. Ata do të shfaqeshin së bashku në evente, do të fotografoheshin, do të krijonin një iluzion, por asgjë më shumë. Elira e dinte se Aleksandri kishte dikë tjetër. Ajo nuk e dinte kush ishte, por e respektonte sekretin e tij, dhe për një kohë kjo strategji funksionoi. Gazetarët u qetësuan, fansit u gëzuan, dhe Petrit fitoi atë që donte, një imazh të kontrolluar. Por Lule e pa këtë. Ajo pa fotografit në gazeta, ajo pa Aleksandrin duke buzëqeshur pra një gruaje tjetër. Dhe edhe pse ai i shpjegoi gjithçka, edhe pse ai i tha se ishte vetëm një lloj, diçka u thye brenda saj. Ajo filloi të dyshonte, jo në dashurinë e tij, por në vlerën e saj. Ajo filloi të mendonte, ndoshta unë nuk jam e mjaftueshme, ndoshta ai turprohet prej meje. Ndoshta ai do të ishte më i lumtur me dikë si ajo. Këto mendime e gëzhyen Lulen ngadalë, ditë pas dite, natë pas nate. Dhe Aleksandri e pa këtë. Ai e pa se si ajo po largohej nga ai, jo fizikisht, por emocionalisht. Dhe ai nuk e dinte se si ta ndallonte. Ai nuk e dinte se si t'i shpjegonte se bota e jashtme ishte një teatër mixor, dhe se e vetmja gjë e vërtet në jetën e tij ishte ajo. Por fjalët nuk ishin të mjaftueshme, dhe heshtja po bëhej gjithnjë më e rëndë. Një natë, pas një koncerti të madh në Tiranë, Aleksandri u kthye në shtëpi dhe e gjeti Lulen duke qarë. Ajo nuk foli. Ajo thjesht qau, me një dhimbje të thellë, të heshtur, që e tronditi atë më shumë se çdo gjë tjetër. Ai u ul pranë saj dhe e përqafoi, dhe për herë të parë në vite, ai qau edhe ai. Ata qanë së bashku, në heshtje, duke e ditur se diçka po tyet, por duke mos e ditur se si ta ndallonin. Dhe në atë moment, Aleksandri mori një vendim. Ai vendosi se do të bënte diçka që askush nuk e priste, diçka që do të rrezikonte gjithçka. Ai vendosi se do t'i thoshte botës të vërtetën. Ai do ta bënte Lulen të dukshme. Ai do ta martonte publikisht. Ai do ta bënte gruan e tij zyrtare, pavarësisht nga pasojat. Por para se ai të mund ta bënte këtë, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Diçka që askush nuk e pa të vinte. Diçka që do ta detyronte Aleksandrin të zgjidhte mes dashurisë dhe mbijetesës. Çfarë ndodhi? Kush e ndali Aleksandrin nga zbulimi së vërtetës? Dhe çfarë çmimi paguajti Lule për të qenë gruaja e fshehtë e një legjende? Përgjigjet do të vinë në kapitujt e ardhshëm, por një gjë është e sigurt. Sekreti i Aleksandër Gjokës nuk ishte vetëm një histori dashurie. Ishte një histori mbijetese, dhe çdo sekret, sa më i madh të jetë, aq më i rëndë është çmimi i tij. Në një zarf të verdhë, të vullosur me dyll të kuq dhe të fshehur në një kasafort private të bankës kombëtare, u gjet një dokument që askush nuk e priste të ekzistonte. Ishte një kontratë martese, e nënshkruar në vitin 1991 mes Aleksandër Gjokës dhe një gruaje me emrin Lule Marku. Por kjo kontratë nuk ishte regjistruar në asnjë regjistër shtetëror. Ajo ishte shkruar me dorë, e dëshmuar në një prift i vjetër i fshatit Thedh, dhe kishte një klauzull të çuditshme në fund. Kjo martesë do të mbetet sekret deri në vdekjen e të dy palëve. Çdo shkelje e këtij betimi do të sjellë mallkim mbi familjen. Kush e detyroi Aleksandrin të nënshkruante një kontratë kaq të çuditshme? Pse një martesë duhej të ishte sekret edhe para ligjit? Dhe çfarë lloj kërcënimi ishte aq i madh sa ai zgjodhi të jetojë si beqar publik, ndërsa në fshehtësi ishte burr i martuar? Kush ishte ai prift i vjetër që vullosur këtë pakt, dhe çfarë e dinte ai që ne nuk e dim? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në atë periudhë ku Shqipëria po kallonte në ndryshime të mëdha. Viti 1990 ishte viti i rënies së regjimit komunist. Ishte viti i kaosit, i lirisë së egër, por edhe i rreziqeve të reja. Njerëzit që kishin pasur pushtet po e humblin atë. Njerëzit që kishin qenë në hije po dilnin në dritë. Dhe në këtë kaos, Aleksandër Gjoka ishte një nga figurat më të kërkuara.
Jo vetëm si artist, por si simbol. Ai përfaqësonte lirinë, rebelimin, zërin e të rinjve që donin të thyenin zinxhiret e së kaluarës. Por kjo e bënte edhe një shënjestër. Petrit Kolla, menaxheri i tij, kishte lidhje me njerëz të fuqishëm, njerëz që kishin qenë pjesë e aparatit të vjetër shtetëror, por që tani po riorientoheshin në biznesin e ri, të egër, të parregulluar. Këta njerëz shihnin Aleksandrin si një mjet. Ata e dinin se populariteti i tij mund të përdorej për të ndikuar masat, për të promovuar produkte, për të mbështetur kandidat politik. Dhe ata nuk donin që Aleksandri të kishte ndonjë lidhje që mund ta bënte të pavarur, që mund t'i jepte një arsye për të thënë jo. Ata e donin atë të vetmuar, të kontrolluar, të varur nga sistemi që ata po ndërtonin. Kur Petrit zbuloi se Aleksandri kishte një grua të fshehtë, ai nuk e bëri publike. Ai ishte shumë i zgjuar për këtë. Në vend të kësaj, ai e përdori këtë informacion si një armë. Ai shkoi te Aleksandri një natë pas një koncerti në Shkodër dhe i tha me një zë të ftohtë, të qetë, por plot kërcënim. Unë e di për Lulen, e di ku jeton, e di ku punon, e di edhe se ajo ka një motër më të vogël që studion në Tiranë. Do të ishte turp nëse diçka i ndodhte asaj motre, apo jo? Kjo nuk ishte një pyetje, ishte një paralajmërim i qartë. Nëse Aleksandri nuk binte, nëse ai përpiqej të bënte marrëdhënien e tij publike, familja e Lules do të paguante çmimin. Aleksandri e kuptoi se ai nuk ishte më i lirë, ai ishte një rob i famës, i paras, i sistemit që e kishte krijuar dhe që tani e kontrollonte. Ai mund të këndonte për liri, por vetë ai nuk ishte i lirë, dhe kjo e theu atë nga brenda. Ai filloi të pinte më shumë, ai filloi të bëhej i dhunshëm në prova. Ai filloi të shfaqej në koncerte i dehur, duke bërtitur në mikrofon, duke shkatëruar kitara, duke u përplasur me muzikantët. Fansit mendonin se kjo ishte pjesë e imazhit të tij të egër, por ata që e njihnin nga afër e dinin se ai po shkatërohej. Lule e pa këtë. Ajo e pa se si Aleksandri po konsumohet nga brenda, dhe ajo mori një vendim që do ta ndiqte për gjithë jetën. Ajo vendosi të largohej, jo nga dashuria, por nga bota e tij. Ajo i tha: Sandro, unë nuk mund të të shoh duke u shkatëruar për shkakun tim. Nëse unë jam arsyeja që ti po vuan, atëherë është më mirë që unë të mos jem këtu. Aleksandri u luajt. Ai ra në gjunjë para saj dhe qau si një fëmijë. Ai tha se patë, ai nuk ishte asgjë. Se ajo ishte vetmi arsye që ai ende merrte frym, se nëse ajo largohej, ai do të vdiste. Dhe Lule qëndroi, por me një kusht. Ajo i tha: Nëse unë qëndroj, ti duhet të më premtosh se do të luftosh, jo për famë, jo për para, por për ne, për këtë dashuri që ne kemi ndërtuar në heshtje. Ti duhet të gjesh një mënyrë për të na mbrojtur pa na shkatëruar. Aleksandri premtoi, dhe ai e mbajti atë premtim në mënyrën e tij. Ai shkoi te ai prifti vjetër në Teth, një njeri që njihte familjen e tij dhe që kishte famë se mbante sekretet më të mëdha. Ai kërkoi priftit të bënte një ceremoni martese, por një ceremoni që do të mbetej sekret. Prifti fillimisht refuzoi. Ai tha: Martesa është një sakrament publik, ajo nuk mund të fshihet. Por Aleksandri insistoi. Ai tha priftit gjithçka. Ai rrëfeu për kërcënimet, për rrezikun, për faktin se nëse kjo martesë bëhej publike, Lule dhe familja e saj do të ishin në rrezik. Prifti, një burr i moshuar me mjekar të bardhë dhe sy të thellë, e dëgjoi në heshtje. Dhe pastaj tha: Biri im, ti po më kërkon të bëj diçka që është kundër ligjit të Zotit. Por unë e kuptoj dhimbjen tënde. Unë do ta bëj këtë, por me një kusht. Ti duhet të betohesh se kjo martesë, edhe pse e fshet, do të jetë e shenjtë, se ti nuk do ta tradhtosh kurrë këtë grua, se ti do të jesh besnik ndaj saj deri në vdekje, dhe nëse e tyen këtë betim, ti do të mbash peshën e mallkimit. Aleksandri u betua, dhe kështu në një kishë të vogël në male, pa dëshmitar, pa fest, pa fotografi, Aleksandër Gjoka dhe Lule Marku u martuan. Ishte martesa më e çuditshme në historinë e Shqipërisë, një martesë që ekzistonte vetëm në sytë e Zotit dhe në zemrat e tyre. Por a ishte kjo e mjaftueshme? A mund të jetonte një martesë vetëm në fshehtësi? A mund të mbijetonte dashuria kur bota jashtme nuk e njihte? Këto pyetje do të sprovonin Aleksandrin dhe Lulen në vite që do të vinin, sepse sekreti i tyre nuk ishte vetëm një barr. Ai ishte një provë e përditshme, një provë se sa larg mund të shkojë një njeri për të mbrojtur atë që do. Në një hotel luksoz në qendër të Tiranës, në vitin 1995, u organizua një darkë private që askush nuk e dinte se kishte ndodhur. Në atë darkë ishin të pranishëm 5 njerëz,
Petrit Kolla, menaxheri i Aleksandrit, dy biznesmena të pasur që sapo kishin hapur kazino në Bregdet, një ish ministër i kulturës që tani ishte bërë konsulent privat, dhe një grua e re me flokë të kuq që askush nuk e njihte, por që të gjithë e respektonin. Kjo grua ishte Donika Leka, një figurë mistike që thuaj se kishte lidhje me rrjete të fuqishme kriminale, por që zyrtarisht ishte thjesht një investitore. Në atë darkë, mes duhanit të shtrenjtë dhe verës së importuar, u diskutua fati i Aleksandr Gjokos. Jo si artist, por si mall, si një produkt që duhet të menaxhohej, të kontrollohej, të shfrytëzohej. Dhe në atë darkë u mor një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Donika Leka, duke pirë nga gota e saj e verës, tha me një zë të butë por të prerë: Aleksandri po bëhet problem. Ai po refuzon kontratat më fitimprurse. Ai po thot jo për turne jashtë vendit. Ai po sillet sikur ka diçka më të rëndësishme se karriera e tij. Kjo nuk mund të vazhdoj. Ne kemi investuar shumë në të, dhe ne duhet të marrim atë që na takon. Petrit Kolla u përposhtë të shpjegonte: Ai ka problemet e tij personale, por unë e kontrolloj situatën. Donika e ndërpreu me një buzëqeshje të ftohtë. Ti nuk e kontrollon asgjë, Petrit. Ti je thjesht një ndërmjetës. Ne duhet të gjejmë qellësinë e tij. Çdo njeri ka një qellës, diçka që e bën të bindet. Gjeje atë qellës ose ne do ta gjejmë dikë tjetër që e bën. Kjo ishte një kërcënim i drejt për drejt. Petrit e kuptoi se puna e tij, madje edhe jeta e tij, vareshin nga aftësia e tij për të kontrolluar Aleksandrin. Dhe ai e dinte se Chelsea ishte lule. Por ai e dinte gjithashtu se nëse e prekte lulen drejt për drejt, Aleksandri do të shpërtente. Ai do të braktiste gjithçka. Ai do të shkonte në media, ai do të bënte skandal, dhe kjo do të ishte katastrofë për të gjithë. Kështu që Petrit zgjodhi një strategji më të sofistikuar. Ai vendosi të izolonte Aleksandrin nga lule, jo me dhunë, por me manipulim. Ai filloi të organizonte turne të gjata jashtë Tiranës, koncerte në Kosovë, në Makedoni, në Maltëzi. Koncerte që zgjatën javë të tëra. Aleksandri nuk mund të refuzonte, sepse kontrata e tij e detyronte. Ve çdo herë që ai largohej, lule mbetej vetëm. Ajo priste në atë shtëpi të vogël, duke numëruar ditët derisa ai të kthehej. Por sa më shumë kohë kalonin lart njëri tjetrit, aq më e vështirë bëhej lidhja e tyre. Telefonatat bëheshin më të shkurtra, fjalët bëheshin më të ftohta, heshtja bëhej më e rëndë. Dhe pastaj Petrit bëri diçka edhe më të errët. Ai filloi të dërgonte njerëz te lule, jo për ta kërcënuar, por për ta ndihmuar. Një grua e re që prezantohej si asistente sociale filloi të vizitonte lulen rregullisht. Ajo i thoshte se ishte dërguar nga një organizatë bamirëse për të ndihmuar gratë që jetonin vetëm. Ajo i sillte ushqim, rroba, para. Ajo fliste me të me orë të tëra, duke fituar besimin e saj. Dhe ngadalë, ajo filloi të mbjellë dyshime. Ajo i thoshte: "Ti je një grua e bukur, e zgjuar. Pse jeton kështu, e fshehur, si një fantazm? A nuk mendon se Aleksandri po të përdor? A nuk mendon se ai ka gra të tjera kur është larg?" Këto fjalë, të thëna me një zë të butë, të kujdesshëm, filluan të gërrienin Lule nga brenda. Lule filloi të dyshonte, jo sepse nuk e besonte Aleksandrin, por sepse dyshimi ishte mbjellë kaq thellë sa ajo nuk mund ta ndallonte. Ajo filloi të shikonte fotografitë e tij në gazeta, duke e parë të rrethuar nga gra të bukura, duke buzëqeshur, duke dukur i lumtur. Dhe ajo filloi të mendonte: ndoshta ai është më i lumtur pa mua. Ndoshta unë jam vetëm një barë për të. Këto mendime e torturonin, dhe kur Aleksandri kthehej në shtëpi, ajo nuk ishte më e njëjta. Ajo ishte e largët, e ftohtë, e mbyllur. Dhe Aleksandri nuk e kuptonte pse. Ai përpiqej ta pyeste, ai përpiqej ta afronte, por Lule nuk fliste. Ajo thjesht thoshte: "Gjam mirë, mos u shqetëso." Por ai e shihte në sytë e saj se ajo nuk ishte mirë. Ai e shihte se diçka po e gërrente, dhe ai nuk e dinte se çfarë. Ai nuk e dinte se Petrit kishte filluar një luftë psikologjike, një luftë që nuk luftoi me grushte, por me fjalë, me dyshime, me izolim. Një luftë që synonte të thente lidhjen mes Aleksandrit dhe Lules pa lënë gjurmë. Dhe kjo luftë po funksiononte, sepse dashuria, sa e fortë të jetë, nuk mund të mbijetojë pa besim. Dhe besimi, kur sulmohet çdo ditë me dyshime të vogla, të heshtura, fillon të çahet, fillon të dobësohet, fillon të vdes. Dhe Aleksandri e ndjente këtë. Ai e ndjente se po e humbiste Lulen, jo sepse ajo po largohej fizikisht, por sepse ajo po largohej emocionalisht. Dhe ai nuk e dinte se si ta ndallonte. Një natë, pas një koncerti të rëndë në Prishtinë, Aleksandri u kthye në Tiranë më herët se sa pritej. Ai donte ta befasonte Lulen, ai donte t'i tregonte se ajo ishte gjithçka për të. Ai hyri në shtëpi me një buqet lulesh të mëdha dhe një buzëqeshje në fytyrë. Por ajo që pa e ngrini. Lule ishte ullur në tavolinë me kokën në duar, duke qarë në heshtje. Pranë saj ishte një letër.
Aleksandri e mori letrën dhe e lexoi. Ishte një letër nga ajo asistente sociale, por tani toni ishte ndryshuar. Letra thoshte: Lule, unë nuk mund të vazhdoj të gënjej. Unë u dërgova nga njerëz që duan të largojnë nga Aleksandri. Ata më paguan për të mbjellë dyshime në ty, por unë nuk mund ta bëj më. Ti je një grua e mirë dhe nuk meriton këtë. Të lutem, fol me Aleksandrin. Tregoj gjithçka. Sepse nëse nuk e bën, ata do të gjejnë një mënyrë tjetër për t'ju ndarë. Aleksandri e lexoi letrën 2 herë, dhe pastaj, për herë të parë në jetën e tij, ai ndjeu një urrejtje të pastër, të zjarrt ndaj Petrit Kolla dhe të gjithë atyre që po përpiqeshin ta kontrollonin. Ai e kuptoi se ai nuk ishte thjesht një artist, ai ishte një rob. Një rob që mund të këndonte, por që nuk mund të jetonte. Dhe ai vendosi se kjo duhej të mbaronte. Ai vendosi se ai do të luftonte, jo me këngë, jo me fjalë, por me vepra. Ai e përqafoi Lulen dhe i tha: unë do t'i ndalloj. Unë do të gjej një mënyrë për të na çliruar nga kjo, edhe nëse kjo do të thotë të humbas gjithçka, sepse pa ty, gjithçka tjetër nuk ka kuptim. Lule e shikoi me sy plot lot dhe tha: por si mund të luftosh kundër njerëzve që kanë gjitë pushtetin? Aleksandri buzëqeshi, një buzëqeshje të hidhur, por të vendosur, dhe tha: duke bërë atë që ata nuk e presin. Duke thënë të vërtetën. Por a ishte e vërteta mjaft e fortë për të mposhtur një sistem të tërë? A mund të mbijetonte dashuria kur të gjithë ishin kundër saj? Dhe çfarë çmimi do të paguante Aleksandri për këtë vendim? Këto pyetje do të përcaktonin kapitujt e ardhshëm të jetës së tij, sepse lufta e tij nuk ishte më vetëm për dashurinë, ishte një luftë për dinjitetin, për lirinë, për të drejtën të jetosh si njeri, jo si mall. Në një studio regjistrimi në periferi të Tiranës, në një natë të ftohtë të shkurtit të vitit 1996, Aleksandër Gjoka hyri me një kaset në dorë dhe një shprehje në fytyrë që askush nuk e kishte parë më parë. Ai nuk ishte i dehur, ai nuk ishte i lodhur. Ai ishte i qartë, i vendosur, gati i frikshëm në qetësinë e tij. Inxhinieri i zërit, një djalë i ri me syzet e trasha që njihte Aleksandrin prej vitesh, e pyeti: çfarë do të regjistrojmë sonte? Aleksandri e shikoi drejt në sy dhe tha: një këngë që do të më kushtoj gjithçka, por që duhet të regjistrohet. Sepse nëse unë nuk e them tani, unë nuk do të jem më njeri. Kënga quhej Gruaja ime e fshehtë. Ishte një balade ngadaltë e dhimbshme, me fjalë që rrëfenin gjithçka. Rrëfenin për dashurinë e fshehtë, për presionin e sistemit, për dhimbjen e jetesës në dy botë. Ishte një këngë që nuk linte asgjë të paqartë. Ishte një rrëfim i plot, i hapur, i guximshëm. Dhe ishte një deklaratë lufte. Kur Aleksandri e këndoi për herë të parë, inxhinieri mbeti i shtangur. Ai tha: Sandro, nëse ti e publikon këtë, ti do të shkatërohesh, ata nuk do ta lejojnë. Aleksandri buzëqeshi dhe tha: e di, por të paktën do të kem thënë të vërtetën. Dhe kjo është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Por para se kënga të mund të publikohej, Petrit Kolla e zbuloi. Ai kishte spiun kudo. Ai e dëgjoi për regjistrimin dhe menjëherë veproi. Ai shkoi në studio, mori kasetën me forcë dhe kërcënoi inxhinierin. Nëse ti kopjon këtë këngë, nëse ti e jep dikujt, ti do të humbasësh jo vetëm punën, por edhe jetën. Inxhinieri i friksuar premtoi se nuk do ta bënte, por ai kishte bërë tashmë një kopje sekrete, dhe ai ia dha atë kopje një gazetari të pavarur që kishte famë se nuk friksohej nga askush. Gazetari, një grua e re me emrin Flutura Hozha, dëgjoi këngën dhe e kuptoi menjëherë se kjo ishte një bombë. Ajo shkroi një artikull të gjatë, të detajuar, ku analizonte fjalët e këngës dhe ku bënte pyetje të drejtë për drejta. Kush është gruaja e fshehtë e Aleksandër Gjokës? Pse ai e fsheh? Dhe çfarë lloj presioni po ushtrohet mbi të? Artikulli u publikua në një gazetë të vogël, por ai u përhap si zjarr. Njerëzit filluan të flasin. Fansit filluan të bënin pyetje, dhe Petrit Kolla kuptoi se ai kishte humbur kontrollin. Ai shkoi te Aleksandri, i tërbuar, dhe i tha: ti më shkatërove, ti na shkatërove të gjithëve. Tani çfarë do të bëjmë? Aleksandri i qetë, i ftohtë, ju përgjigj: tani do të jetoj me të vërtetën, dhe nëse kjo do të thotë të humbas gjithçka, atëherë le të humbas, sepse unë jam lodhur se jetuari si një gënjeshtar. Petrit e kuptoi se ai nuk mund ta ndallonte më. Ai e kuptoi se Aleksandri kishte marrë një vendim përfundimtar, dhe ai e kuptoi se tani e vetmja mënyrë për të shpëtuar veten ishte të largohej. Ai dha dorëheqjen si menaxher dhe u zhduk në jeta publike. Askush nuk e pa më për vite, por largimi i Petritit nuk e zgjidhi problemin, sepse tani Aleksandri ishte i ekspozuar. Ai kishte humbur mbrojtjen e sistemit. Ai ishte i vetëm
Dhe njerëzit që kishin investuar në të, njerëzit që e shihnin si mall, nuk ishin të kënaqur. Ata filluan të planifikonin hakmarrjen. Jo me dhunë fizike, por me diçka më të keqe, me izolim. Ata filluan të bllokojnë koncertet e tij, ata filluan të refuzonin të transmetonin këngët e tij në radio. Ata filluan të përhapnin tash teme se ai ishte i çmendur, se ai kishte probleme mendore, se ai nuk ishte më i besueshëm. Dhe kjo strategji funksionoi. Brenda 6 muajsh, Aleksandër Gjoka kaloi nga ylli më i madh i Shqipërisë në një figurë të harruar. Koncertet e tij u anulluan, këngët e tij u hoqën nga listat e transmetimit, emri i tij u bë tabu. Dhe ai u gjenti vetëm, pa të ardhura, pa mbështetje, pa asgjë përveç lulles. Por a ishte kjo e mjaftueshme? A mund të mbijetonte një njeri vetëm me dashuri kur gjithçka tjetër i ishte marrë? Aleksandri dhe Lule u tërhoqën në atë shtëpi të vogël në periferi. Ata jetonin me kursime të vogla, ata jetonin në heshtje, por ata jetonin së bashku. Dhe për herë të parë në vite, Aleksandri ndjeu paqe. Ai nuk ishte më presion, ai nuk ishte më frikë, ai kishte vetëm Lulen. Dhe kjo ishte mjaftueshme. Ai filloi të shkruante këngë të reja, jo për famë, por për veten. Ai filloi të këndonte në shtëpi vetëm për Lulen, dhe ai filloi të kuptonte se jeta e vërtet nuk ishte në skenat e mëdha, por në momentet e vogla, të heshtura, të ndara me personin që do. Por bota nuk i harroi. Fansit e tij, ata që kishin dëgjuar këngën Gruaja ime e fshet, filluan të kërkojnë për të. Ata filluan të organizoheshin. Ata filluan të kërkojnë që Aleksandri të kthehej. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, zëri i tyre u bë aq i fortë sa sistemi nuk mund ta injoronte më. Në vitin 2000, Aleksandër Gjoka u ftua të këndonte në një koncert përkujtimor. Ishte hera e parë që ai dilte në skenë pas 4 vitesh. Dhe kur ai u shfaq, me Lulen në radhën e parë, duke e mbajtur për dore, 10.000 njerëz u ngritën në këmbë dhe duart trokitën për 10 minuta pa ndalur. Ishte një moment triumfi, por ishte edhe një moment dhimbjeje. Sepse Aleksandri e dinte se ai kishte paguar një çmim të lartë për këtë moment. Ai kishte humbur vite, ai kishte humbur mundësi, ai kishte humbur shumë. Por ai kishte fituar diçka që askush nuk mund t'i merrte, dinjitetin e tij dhe dashurinë e tij. A ja vlen të luftosh për dashurinë kur gjithë bota është kundër teje? A ja vlen të humbasësh gjithçka për të mbrojtur atë që do? Aleksandër Gjoka besonte se po. Dhe historia e tij na mëson se dashuria e vërtet nuk është ajo që bëhet në dritën e reflektorëve, por ajo që mbijeton në errësirë, në heshtje, në sakrificë. Sepse dashuria e vërtet nuk ka nevojë për dëshmitar, ajo ka nevojë vetëm për besnikëri. Në një dosje mjekësore të vullosur me vullën, të fshehur në arkivat e Spitalit Ushtarak të Tiranës, u gjet një raport që askush nuk duhej ta lexonte. Raporti ishte datuar 8 shkurt i vitit 2001 dhe përshkruante gjendjen shëndetësore të një pacienti me iniciale AG. Në faqen e tretë, me shkrimdore të një mjeku që kishte vdekur 2 vjet më vonë në rethana të dyshimta, lecohej: pacienti shfaq shenjat të dëmtimit të rënd të mëlçisë, ciroza në fazë të avancuar, prognoza 6 muaj deri në 1 vit jetë. Por më shqetësuese është gjendja psikologjike. Ai refuzon trajtimin, thotë se ka një borxh që duhet ta paguaj para se të vdes. Kur e pyeta çfarë borxh, ai tha vetëm: unë i premtova asaj se do të jetojmë në dritë, por unë e mbajta në errësirë 40 vjet. Tani duhet ta nxjerr në dritë, edhe nëse kjo do të jetë gjëja e fundit që bëj. Çfarë borxh ishte ky që e mundte Aleksandrin më shumë se vetë vdekja? Çfarë kishte ndodhur në ato 40 vjet që e bënte atë të ndiej fajtor ndaj gruas që e kishte shpëtuar? Dhe çfarë plani kishte ai për t'i dhënë Lules atë që ajo kishte humbur gjithë jetën, identitetin e saj si gruaja e tij? Mjeku që shkroi atë raport, Dr. Arben Sulaj, ishte një nga të pakët njerëzit që Aleksandri i besonte. Ai e kishte njohur Aleksandrin që në vitet 80, kur ai ishte thjesht një student mjekësie që shkonte në koncertet e tij. Ata kishin mbetur miq, edhe pse rrallë shihnin njëri tjetrin. Kur Aleksandri shkoi te ai në atë ditë të ftohtë shkurti, ai nuk shkoi për të kuruar. Ai shkoi për të marrë një vlerësim të sinqertë, sa kohë kishte mbetur. Doktor Sulaj e ekzaminoi me kujdes, bëri analiza të hollësishme dhe pastaj u ul përballë tij me një shprehje që nuk linte vend për shpresë. Sandro, tha ai me një zë të butë por të qartë, trupi yt po dorëzohet. Mëlçia jote është e shkatëruar nga vitet e alkoolit. Veshkat po fillojnë të dështojnë. Zemra jote është e dobët. Nëse ti nuk ndërpret pirjen tani, nëse ti nuk fillon trajtim intensiv, ti ke më pak se 1 vit. Aleksandri e dëgjoi në heshtje. Ai nuk u habit, ai nuk qau. Ai thjesht pyet: a mund të më japësh 6 muaj? 6 muaj ku unë mund të eci, të flas, të jemi qartë. Doktori u habit nga pyetja. Pse 6 muaj?
Aleksandri buzëqeshi, një buzëqeshje të lodhur dhe tha: sepse unë kam një plan që do të më marrë 6 muaj për ta realizuar, dhe pastaj unë mund të vdesi qetë. Doktori donte të protestonte, të insistonte për trajtim, por ai pa në sytë e Aleksandrit një vendosmëri që nuk mund të thyet. Ai e kuptoi se Aleksandri kishte marrë tashmë vendimin e tij, dhe ai respektoi atë vendim, edhe pse e dinte se ishte një vendim që do të çonte në vdekje. Kur Aleksandri u kthye në shtëpi atë mbrëmje, Lule e priti me darkë të ngrohtë dhe një buzëqeshje që fshinte shqetësimin e saj. Ajo i kishte vënë re se Aleksandri po dobësohej. Ajo i kishte vënë re se fytyra e tij po bëhej më e verdhë, se duart e tij dridheshin më shumë, se ai po flinte gjithnjë më pak. Por ajo nuk e pyeste. Ajo e dinte se Aleksandri do t'i thoshte kur të ishte gati. Dhe atë natë ai ishte gati. Ai u ul pranë saj, e kapi dorën dhe tha: "Lule, unë duhet të them diçka. Bet lutem, dëgjon deri në fund para se të flasësh." Lule e shikoi me sy plot frikë, por ajo tha: "Të dëgjoj." Aleksandri mori frymtell dhe filloi: "Unë jam i sëmur, shumë i sëmur. Mjekët më kanë thënë se unë kam më pak se një vit jetë, por unë nuk kam frikë në vdekja. Unë kam frikë në diçka tjetër. Unë kam frikë se do të vdes pa të dhënë ty atë që ti meriton. Ti ke jetuar 40 vjet në hije. Ti ke jetuar pa emër, pa identitet, pa njohje. Ti ke jetuar si një fantazm, sepse unë të kërkova ta bëje këtë, dhe unë nuk mund të vdes duke të lënë ty në atë hije. Unë duhet të nxjerr në dritë. Unë duhet t'i them botës se kush je ti. Unë duhet t'i them botës se ti je gruaja ime, se ti je arsyeja që unë jetova, se ti je heroina e vërtetë e kësaj historie." Lule filloi të qante, jo nga trishtimi, por nga një përzierje emocionesh që ajo nuk mund t'i shpjegonte. Ajo tha: "Sandro, unë nuk kam nevojë për dritë, unë kam nevojë vetëm për ty. Nëse ti ke vetëm një vit, unë dua ta kaloj atë vit me ty, jo duke luftuar me botën." Por Aleksandri tundi kokën. "Jo, Lule, kjo nuk është për mua, kjo është për ty, sepse kur unë të vdes, ti do të mbetesh këtu, dhe unë nuk dua që ti të mbetesh si një sekret i harruar. Unë dua që ti të mbetesh si gruaja e Aleksandër Gjokës, me krenarin dhe respektin që ti meriton, dhe për ta bërë këtë, unë kam një plan." Plani i Aleksandrit ishte i thjeshtë, por i guximshëm. Ai do të shkruante një libër, jo një biografi të zakonshme, por një rrëfim të plotë, të sinqertë, të papërpunuar të jetës së tij. Ai do të rrëfente gjithçka, fëmijërinë e tij të vështirë, ngjitjen e tij në famë, presionin e sistemit, dashurinë e tij të fshehtë me Lulen, martesat e tyre sekrete, luftën e tij për të mbrojtur atë, dhe çmimin që ai pagoi për këtë luftë. Dhe në fund të librit, ai do të publikonte fotografinë e tyre të martesës, kontratën e nënshkruar nga prifti dhe një letër të hapur drejtuar popullit shqiptar, ku ai do të kërkonte falje për gënjeshtrën, por ku ai gjithashtu do të shpjegonte pse ai e bëri atë. Por për ta shkruar këtë libër, Aleksandri kishte nevojë për ndihmë. Ai kishte nevojë për dikë që mund të shkruante shpejt, që mund të mbante sekretin derisa libri të ishte gati dhe që kishte guximin për të sfiduar sistemin. Ai mendoi për Flutura Hoxha, gazetarja që kishte publikuar artikullin për këngën e tij Gruaja ime e fshehtë. Ajo ishte e vetmja gazetare që nuk kishte frikë. Ajo ishte e vetmja që kishte shkruar të vërtetën kur të tjerët heshnin. Dhe ai e kontaktoi. Flutura erdhi në shtëpinë e tyre një mbrëmje të vonë. Ajo ishte një grua në të 40-tat me flokë të shkurtër gri dhe sy të mprethë që shihnin gjithçka. Kur ajo pa Aleksandrin, ajo e kuptoi menjëherë se ai ishte i sëmur, por ajo nuk tha asgjë. Ajo thjesht u ul dhe dëgjoi. Aleksandri i rrëfeu gjithçka. Ai i rrëfeu për mjekun, për diagnozën, për planin e tij. Dhe ai e pyeti: "A do të më ndihmosh ta shkruaj këtë libër? A do të kesh guximin për ta publikuar edhe nëse kjo do të thotë të luftosh kundër njerëzve të fuqishëm?" Flutura e shikoi për një kohë të gjatë dhe pastaj ajo tha: "Unë do të ta bëj, por jo për ty. Unë do ta bëj për të gjitha gratë si Lule që kanë jetuar në hije sepse burrat e tyre nuk kishin guximin për t'i mbrojtur. Unë do ta bëj për të vërtetën. Dhe unë do ta bëj sepse kjo është historia që Shqipëria ka nevojë ta dëgjojë." Dhe kështu filloi një bashkëpunim i çuditshëm por i fuqishëm. Çdo ditë për 6 muaj, Flutura vinte në shtëpinë e tyre. Aleksandri rrafente, Lule plotësonte detajet dhe Flutura shkruante. Ata punonin me orë të tëra, shpesh deri në mëngjes. Aleksandri pinte çaj të fortë për të qëndruar zgjuar, sepse trupi i tij po dobësohej çdo ditë. Por ai nuk ndaloi. Ai vazhdoi derisa çdo fjalë, çdo kujtim, çdo sekret ishte në letër. Por kjo punë nuk kaloi pa u vënë re. Dikush po i shikonte, dikush po i dëgjonte. Dhe ai dikush nuk ishte i kënaqur. Sepse ky libër, nëse publikohej, do të ekspozonte jo vetëm sekretin e Aleksandrit,
por edhe sekretet e shumë njerëzve të tjerë. Njerëz që kishin pushtet, njerëz që kishin interes që e vërteta të mbetej e varrosur. Dhe ata filluan të planifikonin se si ta ndalonin këtë. A do të arrinte Aleksandri ta përfundonte librin e tij? A do të mund ta publikonte Flutura pa u ndëshkuar? Ve çfarë do të ndodhte kur e vërteta dilte në dritë? Këto pyetje do të përcaktonin muajt e fundit të jetës së Aleksandr Gjokës, sepse ai nuk po luftonte më për famë, ai po luftonte për diçka shumë më të rëndësishme. Për të drejtën e Lules të ekzistonte jo si një hije, por si një grua me emër, me histori, me dinjitet. Në një mbrëmje të ftohtë maj të vitit 2002, një makinë e zezë me xhama të errëta u ndall përpara shtëpisë së Flutura Hoxhës. Dy burra me kostume të zeza dollën dhe trokitën në derë. Kur Flutura hapi, ata nuk hynë brenda. Ata thjesht i dhanë një xhash të trashë dhe thanë: "Lesjoje, dhe mendo mirë për atë që po bën." Pastaj ata u larguan pa thënë asgjë tjetër. Flutura hyri brenda e shqetësuar dhe hapi zarfin. Brenda kishte fotografi. Fotografi të saj duke dalë në shtëpia e Aleksandrit. Fotografi të saj duke transportuar dosje. Fotografi të saj duke takuar një botues të njohur dhe në fund një shënim i shkurtër i shkruar me shkronja të prera nga gazeta. Ndalloje, ose do të paguash çmimin. Flutura e kuptoi menjëherë se ajo po ndiqej. Ajo e kuptoi se dikush po përpiqej ta friksonte. Por ajo nuk ishte grua që friksohej lehtë. Ajo kishte jetuar gjithë jetën duke shkruar të vërteta të vështira. Ajo kishte marrë kërcënime më parë, por kjo herë ishte ndryshe. Kjo herë kërcënimi nuk ishte vetëm kundër saj, ishte kundër Aleksandrit dhe Lules, dhe ajo e dinte se nëse ajo nuk vepronte me kujdes, ata mund të lëndoheshin. Ajo shkoi te Aleksandrit e nesërmen dhe ja tregoi fotografit. Aleksandri i shikoi me një shprehje të qetë, gati të pritshme. E dija se kjo do të ndodhte, tha ai. Ata nuk do të na lejojnë ta publikojmë këtë libër pa luftuar, por ne nuk mund të ndalojnë tani, ne jemi shumë afër. Flutura e pyeti: "Por çfarë do të bëjmë nëse ata vinë më agresiv? Çfarë do të bëjmë nëse ata përpiqen të na ndalojnë me forcë?" Aleksandri buzëqeshi, një buzëqeshje të lodhur dhe tha: "Atëherë ne do ta publikojmë në internet. Ne do ta dërgojmë në çdo gazetë, në çdo stacion televiziv, në çdo platformë që mund ta marrë, sepse e vërteta kur del nuk mund të ndalet." Por Aleksandri nuk e dinte se kërcënimi nuk ishte vetëm kundër publikimit. Kërcënimi ishte kundër vet Lules. Një natë, ndërsa Lule po kthehej nga tregu, ajo u ndjek në një makinë. Makina nuk e goditi, por e ndoqi aq afër sa ajo ndjeu frikën e vërtet për herë të parë në vite. Kur ajo arriti në shtëpi, ajo ishte e dridur, e bardhë në fytyrë. Aleksandri e pa dhe e kuptoi menjëherë se diçka kishte ndodhur. Kur Lule ja rrëfeu, ai ndjeu një urrëti që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Ai e kuptoi se ata nuk po sulmonin më vetëm atë, ata po sulmonin gruan e tij, dhe kjo ishte një vijë e kuqe që nuk mund të kalohej. Ai mori një vendim të menjëhershëm. Ai thirri Fluturën dhe i tha: "Ne do ta publikojmë librin tani, jo pas 6 muajsh, tani. Edhe nëse nuk është i përfunduar plotësisht, edhe nëse ka gabime, sepse nëse ne presim, ata do të gjejnë një mënyrë për të na ndallur, dhe unë nuk mund ta lejoj këtë." Flutura u pajtua. Ajo punoi ditë e natë për të përfunduar redaktimin. Ajo kontaktoi një botues të vogël, të pavarur, që pranoi ta printonte librin pa bërë pyetje. Dhe brenda 2 javësh, libri ishte gati. Titulli ishte i thjeshtë por i fuqishëm: Gruaja ime e fshetë, rrëfimi i vërtet i Aleksandr Gjokës. Kopertina kishte një fotografi të vjetër, të zbardhur, të Aleksandrit dhe Lules, duke qëndruar pranë njëri tjetrit, duke buzëqeshur, të rinj, të pafajshëm. Ishte një fotografi që askush nuk e kishte parë më parë, dhe ishte një fotografi që tregonte gjithçka: dashurinë, dhimbjen, sakrificën. Libri u publikua në një mëngjes të qetë qershori, nuk kishte ceremoni, nuk kishte konferencë shtypi. Thjesht u shfash në dyqanet e librave, në internet, në çdo vend ku mund të arrijej, dhe brenda orësh ai u bë sensacion. Njerëzit filluan ta lexonin, njerëzit filluan ta komentuan, njerëzit filluan ta ndanin, dhe brenda një jave ai u bë libri më i shitur në Shqipëri. Por reagimi nuk ishte vetëm pozitiv, kishte edhe zemrim, kishte edhe akuza. Disa thanë se Aleksandri po gënjente, se ai po shpikte një histori për të shitur libra. Disa thanë se Lule nuk ekzistonte, se ajo ishte vetëm një personazh i imagjinuar. Disa thanë se Aleksandri po përpiqej të shkatëronte njerëz të pafajshëm, duke i akuzuar për presion dhe manipulim. Po shumica e njerëzve e besuan, sepse historia ishte shumë e detajuar, shumë e dhimbshme, shumë e vërtet për të qenë shpikur. Dhe pastaj, diçka e papritur ndodhi. Njerëz filluan të dilnin përpara. Njerëz që kishin punuar me Aleksandrin në vitet 80 e 90.
njerëz që kishin parë presionin që ushtroi mbite, njerëz që kishin dëgjuar për Lulen, por që kishin heshtur nga frika. Tani, ata po flisnin, ata po konfirmonin historinë e Aleksandrit, ata po jepnin dëshmi. Dhe kjo bëri që historia të bëhej edhe më e besueshme, edhe më e fuqishme. Por jo të gjithë ishin të lumtur. Petrit Kolla, ish menaxheri i Aleksandrit, dha një intervistë ku ai mohoi gjithçka. Ai tha se Aleksandri ishte i çmendur, se ai kishte probleme mendore, se ai po shpikte gënjeshtra për të justifikuar dështimin e tij. Por askush nuk e besoi Petritin, sepse të gjithë e dinin se ai kishte qenë ai që kishte kontrolluar Aleksandrin për vite. Të gjithë e dinin se ai kishte qenë ai që kishte fituar miliona nga talenti i Aleksandrit, ndërsa Aleksandri kishte jetuar me një pashë të vogël fikse. Dhe pastaj, diçka edhe më e rëndësishme ndodhi. Prifti i vjetër nga theth, ai që kishte kryer ceremoninë e martesës sekrete, doli përpara. Ai ishte tani 90 vjeç, i dobët, por me një kujtesë të qartë. Ai konfirmoi se ai kishte martuar Aleksandrin dhe Lulen në vitin 1991. Ai tregoi kontratën origjinale, të nënshkruar nga të dy palët. Ai tregoi regjistrin e tij personal, ku ai kishte shënuar martesën. Dhe ai tha: "Unë e bëra këtë sepse ata më lutën. Ata ishin të dëshpëruar. Ata donin të ishin të martuar para Zotit, edhe nëse nuk mund të ishin të martuar para njerëzve. Dhe unë e respektova dëshirën e tyre. Por tani, unë jam i lumtur që e vërteta po del në dritë, sepse ata meritojnë të njihen si çift, jo si sekret." Kjo dëshmi e priftit ishte prova përfundimtare. Askush nuk mund ta mohonte më. Aleksandër Gjoka dhe Lule Marku ishin të martuar. Ata kishin qenë të martuar për 20 vjet dhe ata kishin jetuar në fshehtësi jo nga zgjedhja, por nga nevoja. Dhe tani, për herë të parë, bota e dinte të vërtetën. Por çfarë ndodhi me Aleksandrin dhe Lulen pas publikimit të librit? Si reagoi bota ndaj tyre? Dhe arriti Aleksandri të jetonte mjaftueshëm për të parë ndikimin e historisë së tij? Këto pyetje do të përgjigjen në kapitullin e fundit, por një gjë ishte e qartë: Aleksandër Gjoka kishte arritur atë që kishte premtuar. Ai e kishte nxjerr Lulen nga hija. Ai ja kishte dhënë asaj identitetin që ajo meritonte. Dhe ai kishte treguar botës se dashuria e vërtet nuk është ajo që bëhet në dritën e reflektorëve, por ajo që mbijeton në errësirë, në heshtje, në sakrificë. Në një mëngjes të ngrohtë gushti të vitit 2002, Aleksandër Gjoka u zgjua dhe nuk mund të ngrihej nga shtrati. Trupi i tij kishte arritur në fund. Mëllësia e tij kishte dështuar plotësisht. Veshkat e tij nuk funksiononin më. Zemra e tij po rrahte dobët me vështirësi. Lule e pave e kuptoi menjëherë se kjo ishte fillimi i fundit. Ajo thirri doktor Sulaj, i cili erdhi menjëherë. Ai e ekzaminoi Aleksandrin dhe pastaj e mori Lulen më njan. Ai ka ditë, jo javë, tha ai me një zë të butë. Trupi i tij po mbyllet, nuk ka asgjë më që unë mund të bëj. E vetmja gjë që mund të bëjmë është ta bëjmë sa më të rehatshëm. Lule nuk qau. Ajo e dinte se kjo ditë do të vinte. Ajo ishte përgatitur mendërisht për vite, por asgjë nuk mund ta përgatiste për dhimbjen e vërtet të humbjes. Ajo u kthye te Aleksandri dhe u ul pranë tij. Ajo e kapi dorën e tij, që ishte e ftohtë, e dobët, dhe i tha: "Unë jam këtu. Unë do të jem këtu deri në fund." Aleksandri hapi sytë dhe e shikoi. Ai buzëqeshi, një buzëqeshje të vogël, të lodhur, dhe tha: "E di, ti ke qenë gjithmonë këtu. Ti e arsyeja që unë jetova atë gjatë. Ti e arsyeja që unë nuk u dorëzova. Ve tani, unë mund të vdes i qetë, sepse unë e di se ti do të jesh mirë. Sepse tani, bota e di se kush je ti, ve ata do të respektojnë." Ditët e fundit të Aleksandrit ishin ditë të qeta, të heshtura. Ai flinte shumë, ai hante pak, ai fliste edhe më pak. Por çdo herë që ai hapte syt, ai kërkonte Lulen. Ve ajo ishte gjithmonë atje, duke e mbajtur dorën, duke I kënduar këngët e tij të preferuara me një zë të butë, duke I treguar histori nga e kaluara e tyre. Ajo I kujtonte ditën kur ata u takuan për herë të parë, kur ajo e gjeti atë të shtrirë në rrugë dhe e shpëtoi. Ajo I kujtonte ditën kur ata u martuan në të kishë të vogël në male, pa dëshmitar, pa fest, por me një dashuri që ishte më e fortë se çdo gjë tjetër. Ajo I kujtonte të gjitha momentet e vogla, të heshtura, që kishin ndërtuar jetën e tyre së bashku. Dhe Aleksandri dëgjonte me sy të mbyllur, me një buzëqeshje në buzë. Ai nuk kishte nevojë për asgjë tjetër. Ai kishte gjithçka që kishte dashur ndonjëherë. Lulen pranë tij, duke e dashur, duke e mbajtur, duke qenë aty. Dhe kjo ishte e mjaftueshme. Në mbrëmjen e 28 gushtit, Aleksandër Gjoka mori frymën e fundit. Ishte një vdekje e qetë, pa dhimbje, pa dram.
A i thjesht pushoi së frymarit, me dorën e Lules në dorën e tij, me kokën e saj të mbështetur në kraharorin e tij. Lule e ndieu kur ai u largua. Ajo e ndieu se diçka ndryshoi në dhomë, se një prani që kishte qenë atij për 40 vjet, tani nuk ishte më. Dhe ajo qau. Ajo qau me një dhimbje që vinte nga thellësitë e shpirtit të saj, por ajo që gjithashtu me një ndjenjë paqeje, sepse ajo e dinte se Aleksandri kishte vdekur i lumtur. Ai kishte vdekur duke e ditur se ai kishte përmbushur premtimin e tij. Ai e kishte nxjerr atë nga hija, ai ja kishte dhënë asaj identitetin që ajo meritonte. Dhe ai kishte vdekur duke e ditur se ajo do të mbetej jo si një sekret i harruar, por si gruaja e Aleksandr Gjokës, me krenarinë dhe respektin që ajo meritonte. Funerali i Aleksandr Gjokës ishte një nga ngjarjet më të mëdha në historinë e Shqipërisë. Gjetra mijëra njerëz erdhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Rrugët ishin të mbushura me njerëz që qanin, që këndonin këngët e tij, që mbanin fotografitë e tij. Por në radhën e parë pranë arkivollit ishte Lule. Për herë të parë në 40 vjet ajo ishte e dukshme. Ajo ishte e veshur me të zeza, me një shami të bardhë në kokë, me fytyrë të qetë por plot dhimbje. Dhe njerëzit e respektuan. Ata nuk e sulmuan me pyetje. Ata nuk e fotografuan pa leje. Ata thjesht e respektuan si gruan që kishte qenë pranë Aleksandrit, kur askush tjetër nuk ishte. Pas funeralit, Lule u tërhoq përsëri në atë shtëpi të vogël në periferi. Por tani ajo nuk ishte më e vetme. Njerëzit vinin ta vizitonin. Fansit e Aleksandrit vinin për t'i falenderuar për dashurinë që ajo i kishte dhënë atij. Gazetarët vinin për të dëgjuar histori të reja. Shkrimtarët vinin për të mësuar më shumë për jetën e tyre. Dhe Lule, për herë të parë në jetën e saj, fliste. Ajo rrëfente histori që askush nuk i kishte dëgjuar. Ajo tregonte fotografi që askush nuk i kishte parë. Ajo ndante kujtime që kishin qenë të fshehura për dekada. Dhe ngadalë, Lule u bë një figurë e respektuar. Jo si gruaja e fshehtë e Aleksandr Gjokës, por si Lule Marku, gruaja që kishte jetuar një jetë të jashtëzakonshme, një jetë plot sakrificë, por edhe plot dashuri. Ajo u bë një simbol për të gjitha gratë që kishin jetuar në hije, që kishin dashur në heshtje, që kishin sakrifikuar gjithçka për njerëzit që donin. Dhe historia e saj u bë një mësim për brezat e ardhshëm, se dashuria e vërtet nuk ka nevojë për dritën e reflektorëve, por ajo ka nevojë për besnikëri, për sakrificë, për guxim. Sot, në atë shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, ka një pllak përkujtimore. Në të shkruan: Këtu jetuan Aleksandr Gjoka dhe Lule Marku, di shpirtra që dashuruan në heshtje, por që tani jetojnë në dritë. Dhe çdo vit, në ditëlindjen e Aleksandrit, qindra njerëz vinë në atë shtëpi për të lënë lule, për të kënduar këngët e tij, për të kujtuar historinë e tyre. Sepse historia e Aleksandr Gjokës dhe Lule Markut nuk është vetëm një histori dashurie. Është një histori mbijetese, është një histori guximi. Është një histori që na mëson se dashuria e vërtet nuk vdes kurrë. Ajo vetëm transformohet nga një sekret i fshehtë në një legjendë të përjetshme. A ja vlen të jetosh në hije për të mbrojtur atë që do? A ja vlen të sakrifikosh gjithçka për një dashuri që bota nuk e kupton? Aleksandr Gjoka dhe Lule Marku besuan se po, dhe historia e tyre na tregon se ata kishin të drejtë, sepse në fund ajo që mbetet nuk janë koncertet, nuk janë këngët, nuk janë duartrokitjet. Ajo që mbetet është dashuria, dhe dashuria, kur është e vërtet, është e përjetshme. Me një kuti metalike të varrosur në mpemën e vjetër të arrës në oborin e shtëpisë së Lules, u gjet një koleksion letrash që askush nuk e dinte se ekzistonte. Ishin 112 letra, të shkruara nga Aleksandr Gjoka gjatë viteve 1988 deri në 2002, të gjitha të drejtuara Lules, por që ai nuk ja kishte dhënë kurrë. Çdo letër fillonte me të njëjtën frazë: Dashuria ime e fshehtë. Sot unë dua të them atë që nuk guxoj ta them me zë të lartë. Në letrën e fundit, të datuar 3 ditë para vdekjes së tij, Aleksandri kishte shkruar me shkrim të dritur: Nëse dikush gjen këto letra pas vdekjes sime, le t'i japin Lules, sepse këto janë fjalët që unë nuk pata kurrë guximin t'i them. Këto janë sekretet e mia të fundit. Veja meriton t'i di të gjitha. Pse Aleksandri shkroi qindra letra që nuk i dërgoi kurrë? Çfarë sekretesh fësiheshin në ato faqe të verdhura? Dhe çfarë zbuloi Lule kur i lexoi ato letra pas vdekjes së tij, që e bëri të kuptonte se dashuria e tyre ishte edhe më e thellë nga sa ajo kishte imagjinuar. Kur Lule gjeti kutinë metalike, ishte një mëngjes i ftohtë shtatori i vitit 2003, gati një vit pas vdekjes së Aleksandrit. Ajo po pastronte oborin, duke u përgatitur për dimrin, kur lopata e saj goditi diçka të fortë nën tokë. Ajo gërmoi me duar dhe nxori kutinë, të ndryshkur, të mbyllur me një drytë të vjetër. Zemra i rrahte fort kur e hapi,
Brenda ishin letrat, të lidhura me një shirit të kuq të zbeth dhe një shënim i vogël në sipërfaqe. Për lulen time, leçoj kur unë të kem lënë, sepse vetëm atëherë ti do të kuptosh sa thellë ishte dashuria ime. Lule i mori letrat dhe u ul në atë te mare, në të njëjtin vend ku Aleksandri kishte ndenjur shpesh, duke pikturuar, duke shkruar, duke ndërruar. Ajo hapi letrën e parë, të datuar 10 janar i vitit 1988, vetëm disa ditë pas takimit të tyre të parë. Letra thoshte: Dashuria ime e fshehtë. Sot unë dua të them atë që nuk guxoj ta them me zë të lartë. Unë kam frikë, jo nga bota, por nga vetja ime. Unë kam frikë se nëse të them sa shumë të dua, ti do të kuptosh se unë jam një njeri i thyër, një njeri që nuk meriton dashurinë tënde. Por edhe pse kam frikë, unë nuk mund të ndaloj së dashuruari. Ti më shpëtove jetën, por më shumë se kaq, ti më dhe një arsye për të jetuar. Dhe për këtë, unë do të jem përgjithmonë borxhli. Lule filloi të qante, jo nga trishtimi, por nda një përzierje emocionesh që ajo nuk mund t'i shpjegonte. Ajo vazhdoi të leconte. Çdo letër ishte një dritare në shpirtin e Aleksandrit. Çdo letër zbulonte frikrat e tij, shpresat e tij, ëndrat e tij. Në disa letra ai shkruante për koncertet e tij, për presionin që ndjente, për ndjenjen se ai po humbte veten në atë botë të çmendur. Në letra të tjera ai shkruante për momentet e vogla që ai kishte kalluar me Lulen, momente që askush tjetër nuk i dinte, por që për të ishin më të rëndësishmet në jetën e tij. Ai shkruante për mëngjesin kur ajo i kishte bërë çaj dhe ai e kishte pirë duke i shikuar në heshtje, duke menduar se si ishte e mundur që një grua kaq e thjeshtë, kaq e pastër, mund të donte një njeri kaq të komplikuar, kaq të dëmtuar si ai. Por ishte letra 28 e datuar mars i vitit 1991 që e tronditi Lulen më thellë. Në atë letër Aleksandri shkruante: Dashuria ime e fshehtë, sot unë mora një vendim që do të ndryshoj gjithçka. Unë vendosa të martos, jo në fshehtësi, por publikisht. Unë vendosa t'i them botës se ti e gruaja ime. Por kur shkova te menaxheri im për t'ia thënë, ai më kërcënoi. Ai më tha se nëse unë e bëja këtë, motra jote do të humbte vendin e punës. Ai më tha se ai kishte lidhje me njerëz që mund ta bënin jetën e familjes tënde një ferr. Dhe unë u friksova, jo për mua, por për ty. Unë nuk mund të lejoj që ti të vuash për shkakun tim, kështu që unë zgjodha heshtjen. Por kjo heshtje më djeg çdo ditë, sepse çdo herë që unë shoh fotografinë tënde, çdo herë që unë dëgjoj zërin tënd, unë dua të bërtis për botën. Kjo është gruaja ime. Kjo është gruaja që më shpëtoi. Kjo është gruaja që unë dua më shumë se jetën time. Por unë nuk mund, dhe kjo është tortura ime e përditshme. Lule e kuptoi atëherë se Aleksandri kishte vuajtur edhe më shumë nga sa ajo kishte menduar. Ajo kishte menduar se ai e kishte fshehur sepse ai turprohej prej saj, sepse ajo nuk ishte mjaft e bukur, mjaft e zgjuar, mjaft e sofistikuar për botën e tij. Por tani ajo e kuptoi se ai e kishte fshehur sepse ai donte ta mbrojë. Ai e kishte fshehur sepse ai e donte aq shumë sa ishte gati të vuante vetë, vetëm që ajo të ishte e sigurt. Dhe kjo zbulim e bëri Lulen të kuptonte se dashuria e Aleksandrit nuk ishte vetëm dashuri, ishte sakrificë, ishte devotshmëri, ishte një lloj dashurie që rrallë gjendet në këtë botë. Ajo vazhdoi të leconte, letra pas letre, ditë pas dite. Disa letra ishin të shkurtra, vetëm disa reshta, të tjera ishin të gjata, faqe të tëra plot me mendime, me ndjenja, me ëndra. Në një letër, Aleksandri shkruante për një ëndër që ai kishte pasur, ku ai dhe Lule jetonin në një fshat të vogël pranë detit, larg nga gjithçka, ku askush nuk i njihte, ku ata mund të ecnin dorë për dorë pa u fshehur, ku ata mund të qeshnin, të këndonin, të jetonin si çdo çift tjetër. Ai shkruante: Kjo është ëndra ime e vetme, jo famë, jo para, vetëm ty, pranë meje, me një jetë të thjeshtë, të qetë, të lumtur. Por ishte letra e fundit, letra e 112 që e theu Lulen plotësisht. Kjo letër ishte shkruar 3 ditë para vdekjes së Aleksandrit, kur ai mezi mund të mbante stilolapsen, kur çdo fjalë kërkonte një përpjekje të madhe. Letra thoshte: Dashuria ime e fshehtë, kjo është letra ime e fundit. Unë e di se unë po vdes. Unë e ndjej se trupi im po më lë, por unë nuk kam frikë, sepse unë e di se unë kam jetuar një jetë të plotë. Jo sepse unë kam qenë i famshëm, jo sepse unë kam kënduar për mijëra njerëz, por sepse unë kam pasur ty. Ti ke qenë drita ime në errësirë, ti ke qenë paqja ime në kaos, ti ke qenë arsyeja ime për të vazhduar kur gjithçka tjetër më thoshte të ndaloj. Dhe tani, kur unë po largohem, unë dua të them diçka që unë nuk ta kam thënë kurrë mjaftueshëm. Faleminderit. Faleminderit që më shpëtove. Faleminderit që më pranove.
Faleminderi që më deshe edhe kur unë nuk e meritoja. Dhe faleminderi që qëndrove edhe kur bota e tërë ishte kundër nesh. Ti e heroina e vërtet e kësaj historie, jo unë. Dhe unë shpresoj se kur njerëzit lexojnë historinë tonë, ata do ta kuptojnë këtë. Ata do ta kuptojnë se dashuria e vërtet nuk është ajo që bëhet në dritën e reflektorëve, por ajo që mbijeton në errësirë, në heshtje, në sakrificë. Unë të dua, Lule. Unë të kam dashur gjithmonë. Dhe unë do të dua edhe pas vdekjes, sepse dashuria si e jona nuk vdes kurrë. Ajo vetëm transformohet. Dhe unë do të jem gjithmonë me ty, në çdo frymëmarrje, në çdo rraje zemre, në çdo kujtim. Për gjithmonë yti, Sandra. Lule e mbili letrën dhe e shtipi në gjoks. Ajo qau me një dhimbje që vinte nga thellësitë e shpirtit të saj, por edhe me një ndjenjë paqeje që ajo nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Ajo e kuptoi se Aleksandri nuk e kishte lënë kurrë. Ai ishte ende me të, në ato letra, në ato fjalë, në atë dashuri që ai kishte derdhur në çdo faqe. Dhe ajo e kuptoi se detyra e saj tani ishte të sigurojë që kjo dashuri të mos harrojë, që kjo histori të tregojë, që brezat e arshëm të mësonin se çfarë do të thotë të duash vërtet, të sakrifikosh vërtet, të jesh besnik vërtet. Ajo vendosi të publikonte letrat, jo të gjitha, sepse disa ishin shumë personale, shumë intime, por ato që mund të ndaheshin, ato që mund t'i mësonin njerëzit diçka për dashurinë, për sakrificën, për besnikrinë. Ajo kontaktoi Flutura Hozhën, gazetaren që kishte ndihmuar Aleksandrin të shkruante librin e tij. Flutura erdhi menjëherë. Kur ajo lexoi letrat, ajo qau. Ajo tha: "Lule, këto letra janë një thesar. Këto janë dëshmia më e bukur e dashurisë që unë kam lexuar ndonjëherë. Ne duhet t'i publikojmë. Ne duhet t'i ndajmë me botën." Dhe kështu, në vitin 2004 u publikua libri i dytë, Letrat e fshehta të Aleksandr Gjokas. Libri përmbante 50 nga letrat më të bukura, më të prekshme, më të sinqerta që Aleksandri kishte shkruar. Dhe libri u bë një fenomen edhe më i madh se libri i parë. Njerëzit e lecuan dhe qanë, njerëzit e lecuan dhe u frymëzuan, njerëzit e lecuan dhe filluan të rishikojnë marrëdhëniet e tyre, të vlerësonin më shumë njerëzit që donin, të kuptonin se dashuria e vërtet nuk është ajo që shihet, por ajo që ndihet, që jetohet, që sakrifikohet. Po çfarë ndodhi me ata që kishin përpjekur të ndanin Aleksandrin dhe Lulen? Çfarë ndodhi me Petrit Kollën, menaxherin që kishte kontrolluar dhe manipuluar Aleksandrin për vite? A mori ai atë që meritonte? Në një apartament të vogël në periferi të Durrësit, larg nga zhurma e Tiranës, larg nga bota që ai kishte njohur dikur, Petrit Kolla jetonte një jetë të vetmuar, të heshtur, gati të harruar. Pas publikimit të librit të Aleksandrit, karriera e Petritit kishte shkatërruar plotësisht. Askush nuk donte të punonte me të. Askush nuk e besonte. Ai ishte bërë një simbol i manipulimit, i kontrollit, i shfrytëzimit. Njerëzit që dikur e respektonin, tani e shmangnin. Bizneset që ai kishte ndërtuar ran, parat që ai kishte grumbulluar u shpenzuan në avokat në përpjekje për të pastruar emrin e tij, por pa sukses. Në vitin 2005, një gazetar i ri vendosi ta intervistonte Petritin. Ai donte të dëgjonte anën e tij të historisë. Ai shkoi në atë apartament të vogël dhe e gjeti Petritin të ulur në një karrige të vjetër, me sy të lodhur, me fytyrë të rrudhur, me një shprehje që tregonte pendim, por edhe mëri. Kur gazetari e pyeti nëse ai pendoje për atë që kishte bërë, Petrit fillimisht heshti. Pastaj ai tha me një zë të ulët, të thyer: "Çdo ditë. Unë pendohem çdo ditë. Jo sepse unë humba gjithçka, por sepse unë e shkatërrova një njeri që kishte talent të vërtet, që kishte zemër të vërtet. Unë e trajtova atë si mall, jo si njeri. Dhe tani, kur unë shoh se si njerëzit e kujtojnë atë, kur unë shoh se si ata e duan atë, unë kuptoj se unë humba mundësinë për të qenë pjesë e diçkaje të bukur. Unë zgjodha parat, unë zgjodha pushtetin, dhe tani unë nuk kam as para, as pushtet, as respekt. Unë kam vetëm pendim." Gazetari e pyeti nëse ai kishte ndonjë mesazh për Lulen. Petrit e shikoi drejt në sy dhe tha: "Nëse ajo më dëgjon, unë dua t'i them më fal. Unë e di se unë nuk e meritoj faljes, por unë dua ta them. Unë përpiqja ta ndaja ju, unë përpiqja ta kontrolloja atë, dhe unë dështova. Sepse dashuria juaj ishte më e fortë se çdo gjë që unë mund të bëja, dhe për këtë unë jam i lumtur. Sepse kjo do të thotë se dashuria e vërtet ekziston, edhe nëse unë nuk e gjeta kurrë." Kjo intervistë u publikua dhe shkaktoi reagjime të përzjera. Disa njerëz thanë se Petrit po përpiqej të pastronte imazhin e tij. Të tjerë thanë se ai po tregonte pendim të vërtet. Por Lule, kur e lexoi intervistën, nuk tha asgjë. Ajo thjesht e fali në heshtje. Jo sepse ajo harroi atë që ai kishte bërë,
por sepse ajo e kuptoi se mbajtja e urrejtjes do ta bënte vetëm më të rëndë barën e saj. Dhe ajo kishte mësuar nga Aleksandri se dashuria nuk lë vend për urrejtje. Dashuria lë vend vetëm për falje, për kuptim, për paqe. Petrit Kolla vdiq në vitin 2007, i vetmuar, i harruar nga shumica. Por në varrin e tij dikush la një lule të vetme. Ishte lule. Ajo shkoi në varr pa asnjë gazetar, pa asnjë kamer, ve la atë lule me një shënim të vogël. Edhe ti ishe njeri, edhe ti vuajte. Pusho në paqe. Kjo ishte madhështia e lules. Ajo nuk u hakmor, ajo nuk u gëzua për vuajtjen e tij. Ajo thjesht fali. Sepse kjo është ajo që dashuria e vërtet bën. Ajo transformon dëmgjën në falje, urrejtjen në kuptim, errësirën në dritë. Por çfarë ndodhi me lulen në vitet që pasuan? Si jetoi ajo pas humbjes së Aleksandrit? A gjeti ajo paqe? A gjeti ajo kuptim? Në vitet që pasuan vdekjen e Aleksandrit, Lule Marku u bë një figurë e respektuar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Historia e saj u përhap në të gjithë Ballkanin, në Europë, madje edhe më gjerë. Njerëzit filluan ta shihnin jo si gruan e fshehtë të një yli, por si një grua e fortë, e guximshme, që kishte jetuar një jetë të jashtëzakonshme me dinjitet, me besnikëri, me dashuri. Ajo u ftua të fliste në universitete, në konferenca, në evente kulturore. Ajo tregonte historinë e saj jo për të kërkuar mëshirë, por për të mësuar të tjerët se çfarë do të thotë të duash vërtet, të sakrifikosh vërtet, të jesh besnik vërtet. Në vitin 2010, një regjisor i njohur vendosi të bënte një film për historinë e Aleksandrit dhe Lules. Filmi u quajt Gruaja e fshehtë dhe u bë një nga filmat më të suksesshëm shqiptar të gjitha kohërave. Aktori që luajti Aleksandrin e bëri me një pasion, me një thellësi që preku zemrat e miliona njerëzve. Por ishte aktoria që luajti Lulen që fitoi çmimin më të madh. Ajo e portretizoi Lulen jo si një viktim, por si një heroin, si një grua që zgjodhi dashurinë mbi gjithçka tjetër, që zgjodhi besnikërinë mbi lehtësinë, që zgjodhi sakrificën mbi egoizmin. Kur filmi u shfaq për herë të parë, Lule ishte në radhën e parë. Ajo e shikoi me lot në sy, por edhe me një buzëqeshje në buzë. Kur filmi mbaroi, të gjithë në sallë u ngritën në këmbë dhe duartrokitën për 10 minuta. Dhe pastaj, ata u kthyen drejt Lules dhe vazhduan të duartrokisnin. Ajo u ngrit, e hutuar, e prekur dhe bëri një përshëndetje të vogël. Dhe në atë moment, ajo e kuptoi se ajo nuk ishte më e fshehtë. Ajo ishte e dukshme, ajo ishte e njohur, ajo ishte e respektuar. Dhe kjo ishte dhurata e fundit që Aleksandri ja kishte dhënë. Identitetin e saj, dinjitetin e saj, vendin e saj në histori. Lule jetoi deri në moshën 85 vjeç. Ajo vdiq në vitin 2020 në atë shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, në të njëjtin shtrat ku Aleksandri kishte vdekur 18 vjet më parë. Ajo vdiq e qetë, e lumtur, e rrethuar nga njerëzit që e donin. Dhe kur ajo mbili syt për herën e fundit, ajo buzëqeshi, sepse ajo e dinte se ajo po shkonte te Aleksandri. Ajo e dinte se ata do të bashkoheshin përsëri, jo në këtë botë, por në një botë tjetër, ku nuk ka sekrete, ku nuk ka hije, ku nuk ka frikë, vetëm dashuri. Dashuri e pastër, e përjetshme, e pakufishme. Funerali i Lule ishte i thjeshtë, siç ajo kishte kërkuar. Por mjera njerëz erdhen për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Ata sodhen lule, ata kënduan këngët e Aleksandrit, ata qanë, por ata edhe festuan. Sepse ata e dinin se Lule nuk kishte vdekur, ajo thjesht kishte kaluar në një formë tjetër ekzistence. Ajo kishte bërë pjesë e legjendës, pjesë e historisë, pjesë e kujtesës kolektive të një populli. Sot, në atë shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, ka një muze të vogël, Muzeu i Aleksandër Gjokës dhe Lule Markut. Brenda ka fotografi, letra, objekte personale, regjistrimet e këngëve të Aleksandrit, kopje të librave të tyre. Dhe çdo vit, mijëra njerëz vizitojnë atë muze. Ata vijnë për të mësuar, për të frymzuar, për të kuptuar se çfarë do të thotë të duash vërtet. Dhe kur ata dalin nga ai muze, ata janë të ndryshuar, sepse ata kanë parë se dashuria e vërtet nuk është një përrall. Ajo është e vërtet, ajo ekziston, dhe ajo mund të mbijetojë çdo gjë, edhe errësirën më të thellë, edhe heshtjen më të rëndë, edhe sakrificën më të madhe. Historia e Aleksandër Gjokës dhe Lule Markut nuk është vetëm një histori dashurie. Është një histori që na mëson se çfarë do të thotë të jesh njeri. Të jesh njeri do të thotë të zgjedhësh dashurinë mbi frikën, të zgjedhësh besnikrinë mbi lehtësinë, të zgjedhësh sakrificën mbi egoizmin. Aleksandri dhe Lule jetuan 40 vjet në fshehtësi, jo sepse ata donin, por sepse ata duhej. Ata jetuan në hije, jo sepse ata turproheshin, por sepse ata mbronin njëri tjetrin. Dhe në fund, ata dollën në dritë jo për famë,
por për të treguar botës se dashuria e vërtet ekziston. Sot, kur ne shikojmë fotografitë e tyre, kur ne lexojmë letrat e tyre, kur ne dëgjojmë këngët e Aleksandrit, ne nuk shohim vetëm një yll dhe gruan e tij. Ne shohim dy shpirtra që gjetën njëri tjetrin në një botë të çmendur, që u mbajtën fort për njëri tjetrin kur gjithçka tjetër po shkatërrohej, që zgjodhën dashurinë mbi gjithçka tjetër. Dhe kjo është mësimi i tyre për ne, se dashuria e vërtet nuk ka nevojë për dritën e reflektorëve. Ajo ka nevojë vetëm për dy zemra që rrajnë në harmoni, për dy duar që mbajnë fort, për dy shpirtra që nuk lëshojnë kurrë. Aleksandr Gjoka vdiq në vitin 2002, por ai nuk u harrua. Ai jetoi përmes këngëve të tij, përmes librave të tij, përmes historisë së tij. Lule Marku vdiq në vitin 2020, por ajo nuk u harrua. Ajo jetoi përmes kujtimeve të saj, përmes letrave të saj, përmes dashurisë së saj. Dhe së bashku, ata krijuan një legjendë që do të jetojë përgjithmonë. A ishte Aleksandr Gjoka viktimë e sistemit që e kontrolloi, apo ai ishte hero që luftoi kundër tij? A ishte Lule Marku viktimë e fshehtësisë, apo ajo ishte heroinë që zgjodhi dashurinë mbi gjithçka tjetër? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet i përgjigjet vetë. Por një gjë është e sigurt: historia e tyre na mëson se dashuria e vërtet nuk vdes kurrë. Ajo vetëm transformohet nga një sekret i fshehtë në një legjendë të përjetshme. Miqtë e mi, si e shihni ju historinë e Aleksandr Gjokës dhe Lule Markut? A mendoni se Aleksandri ishte viktimë e sistemit që e kontrolloi, apo ai ishte hero që luftoi për dashurinë e tij deri në fund? A mendoni se Lule meritonte të jetonte në dritë që në fillim, apo zgjedhja e saj për të mbetur në hije ishte një akt dashurie dhe sakrifice që duhet respektuar? Shkruani mendimin tuaj në komente, na është shumë e rëndësishme të dimë nëse kjo histori ju preku, nëse ju mësoi diçka, nëse ju bëri të mendoni ndryshe për dashurinë dhe besnikërinë. A e mbani mend Aleksandr Gjokën në qytetin tuaj? A keni dëgjuar këngët e tij? A keni njohur dikë që ka jetuar një dashuri të ngjashme, të fshehtë, por të vërtetë? Ndani historinë tuaj me ne. Vendosni një pëlqim nëse kjo histori ju preku thellë dhe abonohuni në kanalin ton për më shumë histori të vërteta, të sinqerta, të paharrueshme për njerëzit që ndryshuan botën me dashurinë e tyre, me guximin e tyre, me sakrificën e tyre. Faleminderit që ishit këtu, faleminderit që dëgjuat, dhe mos harroni, dashuria e vërtet nuk vdes kurrë.